Mirëmbrëma dashur miq të podcastit. Në podcastin ton keni parë lloj personazhesh, keni parë politikan, keni parë filozofa, keni parë biznesmen, kemi parë të showbizit, kemi parë deputetët, kemi parë njerëz thjesht që kanë ardhur për të shprehur mendimin e tyre. Tani më na vjen një dardani yni, Baki Baliu. Juve e njihni në rrjetet sociale, në Instagram dhe TikTok si boss.b. Një nga njerëzit, një nga ambasadorët tanë, të cilët kanë çarë tregun botror duke investuar në vendet afrikane. Do t'ja u flasim më vonë se në cilat vende, nëse Bakiu do dojë që ta përhapi fjalën e vet dhe ta tregoj disa gjëra. Në një biznes i cili është i destinuar që vetëm po të punosh dhe me seriozitet dhe me korrektësi e ketë garant fitimin dhe pasurimin. Është valuta më e madhe e botës, valuta për cilën janë bërë luftra botrore, ari, po jo ari i zi, ai që ne veçojmë ari i zi, nafta, po kemi arin, the gold. Në True Podcast vjen bossi, pronar, CEO, quajeni si doni, i fabrikave të nxjerrjes dhe përpunimit të arit në Afrikë. Baki, faleminderit vëlla që më erdha. Faleminderit për ftesën. Si duket Tirana? Ke ardhur në Tiranë, ke ardhur nga një vend i botës tretë, të duket vend i botës tretë edhe Shqipëria apo jemi më lart na? Po hina drejt tem kur dëgjoj që vend Shqipëri nuk ka ujë, gjithmonë e kam po pyetjem pse na quajnë shteti i tretë. Kosova, Shqipëria, shteti i tretë në listë evropiane figurojnë si shteti i tretë. Shteti i tretë janë shtetet afrikane, ku parregullësia, korrupsioni, gjithë ata që janë negative i ka ato shtete, për ata quhen shteti i tretë. Edhe tash gjithmonë kam menuar kur vjen në Shqipëri, fillimisht ishe ndërtimet, ishe buku, po kur she brenda, sikur tash rase që kjo lagje nuk ka ujë, shembull, kjo është merr. Si mund me kon midis Shqipërisë gjithë ky vend të prit, gjitha onëve kanë ujë, kanë lume, kanë gjitha. Mos ketë një lagje bukur e madhe, mos ketë ujë. Pra, ka diçka pse na quajnë kështu. Edhe është për keqari me thonë, Shqipëria vendi më i bukur në botë. Unë kur vi këtu jam në Shpiteme. Unë jam i Mitrovicës, po nuk e kam golema, ne jam një vetë në shtëpi, po kur i një do sene, tham ku është gabimi këtu? Gabimi e dim tonë. Po mënyra se njerëz shembull janë me ngarkesa, pasiguri, tardhmes, me pagesa të vogla, që ka njerëz që me nxia dalin mujore, nuk e di si ja dalin ata njerëz, po ja dalin. Edhe kjo i bën njerëz që mos menojnë më shumë, ndoshta është edhe politika, asoj që njerëz të jenë kështu. Mos reagojnë se është e pamundshme gjithë ky vend, gjithë ky pasuri, gjithë ky shtet i fuqishëm që është, që njerëz të janë në këtë gjendje që mos kanë ujë shemb. Shikoj, unë nuk e kuptoj këto mënuna me analizu dhe tham si është e mundshme që në Afrikë janë të varfën, po ujë kanë. Ujë kanë, kjo është minimumi që duhet me pas. Shteti i tretë po kanë furnizim, mos i shehni ju do video dhe për YouTube që i qesin Saharën aneje që kanë në shtet civilizuar kanë gjithë ujë. Shikoj, ka një problem këtu, se neve na është vrarë nervi o Baki. Neve na është vrarë nervi, pra jo nervi se po të shikosh lajmet, të hapësh lajmet këtu, ti shikon vrasje të tipit mafioz, po të tipit mafioz pse e lagu apo se lagu bishtin dhel pra. Neve vritemi për një gërvishe makina, për hekura, më kape para kolpin, për një vend parkimi, vritemi edhe me vllajnë, për pronën që s'është as e imi as e vllajt, po që e ka baba që e trashëgon, neve vritemi se ke kalu 1 metër te toka ime. Dhe kur vjen një elit politike, se s'du me përmend emra, se po thuj se gjithë një lloj janë kush ka ardhe, kush do vi, neve përjetojmë sindromin e Stockholmit, në dëshirojmë përdhunusim,
Pra, si mund të rishin 2025, një vend që do me u antarësu në Europë, të rish pa ujë, pa drita, me resurset hidrike të dytat më të mëdha në Europë pas Suedis. A kupton dhe Norvegjis. Vendet skandinave. Unë gjithmonë e tham edhe që e thuti, unë nëse e krahasojna, po flas për dy, për Kosovë, Shqipëri, një. Pa. Thuja 3 apo 4 të botë janë me pasurinë toksore. Në krahasim me Evropën, çka ka Evropa që janë të pasur, çka kena na që janë të varfër na jena domon me resurse që kena na duhet jenë bit gjithë. Po jena ndërta. Shifit i miniera çamë këtu ku punojnë. Këtë ato zona janë të varfër. Si është e mundshme? Ata janë të varfër, ata e flajnë mi krom, është mineral. Edhe thash ky është një defekt shumë i madh, është një problem që nuk mund të shpjegoj njëri me pak fjalë. Sepse politika, unë kjo është menimi jam personal. Politika ka frikë që njerëz kur pasurohen që të t'i bëhen konkurrent. Edhe për shkak mediat, kur i shoh mediat, unë nuk i këshyri mediat shqiptare, se është shumë të mërshme. Para se me hale, po na i thënë në ekranin e televizionit, Tritol u vra, u masakrue, 4 atje të vram, 2 atje, vrajti babi mamin të kolit se e boni një foto, a ku për këtu e në metë, pra nashta është qëllimisht. Unë menoj se nashta është qëllimisht për shkak se njerëz, që një fjallë ma ka thonë dikush që e moj menë dhe kam analizu mirë, thot e keqja ka mujtë mirën. Tash, kur një njerëz keq, gjithë hasin aty, edhe harrojnë akulla se që pëndodhë. Sanet e mira nuk shihen, nuk prezentohen, nuk folin pse, se sistemi politikës është kësaj. Ata dojnë që të bëjnë kësa që njerëz të rretohen mas të këqit. Njerëz e dojnë të keqen, nuk e dojnë të mirën. Na tash pse flasim, a mendon ti se sa njëri na kritikon na shon, pa fundla. Flasim realisht, po realiteti ka zhduk, është pak në krahasim me të keqen e mirja është thuja tërësisht e humbur. Në një sistem vlla ku çmenduria është bërë normale, të qenurit inteligjent dhe i drejtë është anomali, është smundje. E po kjo ka të bëjë me palë, nuk jam politikan, as duhet kritikoj kam, po kjo ka të bëjë me zotin e shtëpisë. Ti je qytetar vlla, je taksa pagues, je votues, ke drejtën tënde për të folur vlla. A ke po ti kur ta pash një abort dikujna ose një shtëpi dikujna? Ti qysh se pa hi mrena ti e din që aty ka zot shtëpie. Po. Kështu është. Domthon nuk po du me ima. E di për çam vjen, e di për një mua vjen një nat vlla. Pse djem tan më të mirë? Është unë jam i djathtë mendime. Jo i djathtë se jam me Sali Berishën apo se ta nuk janë djathtë fare. Më thënë në Shqipëri dhe në Kosovë nuk është koncepti fare i djathtës. Si është individi fort, shoqëria e fortë. Domethënë shoqëria fort bëhet nga individi fort, taksapagimi, meritokracia dhe zhvillimi i pasurisë. Unë ku ta gjej ti ndjem si puna jote, ti edhe 5000 tjerë. Të fillojnë çajnë për botë të gjitha sepse të sjellin investim këtu. Tani neve na vin turq, izraelit, amerikan për të marrë në tokën tonë dhe djem tan vlla shkojnë gërmojnë tokën e Afrikës për shembull. Ky është tmerr vlla. Është një arsye. Sepse nëse vjen Shqipëri ose në Kosovë mund do të tham, në Kosovë ka ndryshuar sana. Nuk jo nëse përpo unë kam falementuar në Kosovë me një ndërmarrje më të fuqishme në Evropë që kanë, riciklim gumave. Po ma vonë flasim. Po. Nëse vjen Shqipëri, e do me bo një biznes mati, mas pari do t'i tërket që dikuj në ndërës që ka fuqi. Jo, s'po flas me politikë, po flas me njerëz që janë fuqishëm. Po i tërkitet e nderi e gjithë më bërgjitina. Edhe e keqja mbi të keqës është që këty nuk, momentin kur vjesh të investimit, të hapi që do t'ish në profit ose do t'ish në sukses, atëherë fillon lufta. Atër po ai që të ka një muaj do më të shkatruhe. Këty nuk ka hajde ta shtym njëri tjetrin përpara. Këty ka si ta lemenoj të marrë vetë. Sepse apet këna sistemi politik kështu është, se ai ta lejon. Ai cakton njerëz kush janë fuqishëm. Domethënë, unë e shashte. Këty është problemi. Unë kam arrit, kam quë mrena 3 vite dikun 150 milion investime në Afrikë. 150 milion euro. Sinqerisht është shteti i tretë. Atje ka para grusina shumë. Po. Korrupsion maksimum. Po në kam arrit.
Gjerman, Anglez, Amerikan, Emirat, Turk, domthon pikit nacijeve ka që kanë nacionalitete, ka që kanë shumica që kanë investu. Unë nuk kam depërtu këtë, edhe kam arsye pse. Pra, krejt çka friga më e madhe është që të hish një investim, edhe dështojsh për njerëzve që ata po të ndihmojnë me hi investim. Ky është problemi më i madh në Shqipëri. Pse ti ke menduar që të vish të investosh këtu dhe e ke parë derën e mbyllur? Po. Si, mund na shpjegosh pa emra. Unë kam tentuar, po me qenë se nuk tham që e më i afti, po kam eksperiencë. Po. Tash shkojsh në Afrikë e depërtojsh në zemër ku thuja edhe shtete fuqishme kanë problem në farformë. Unë kam gjetë veten se unë e doj fitimin. Nuk ka mu ata të lagje atje të katunëve që të nëna katune që ka të varfën se paguhen korrekt. Kanë shkolla, kanë bo ambulanca, kanë bo që si kanë pas për para. Edhe normal që ata më ofrojnë mu mjepin hapsi. Nuk jo më e që shkoj i marrë dhe iku. Unë jo mjetoj atje. Do më thënë ti nuk je njëri zhvatës, kolonizator, që vete i shfrytëzon afrikanët atje me rroga qesharake, me nxjerr arin e tyre dhe me i pagu në keqqënje, se mirëqenie s'është. Po ti isha kështu, nuk të kisha mbijetu kur atje. Sikur shumë që s'kam mbijetuar. Jo që i kam vrarë, që i kam bërë diçka, po s'kam mbijetuar me biznis. Po, kanë dështuar. Kanë dështuar 95% muj me të garantu që i kanë dështuar në Afrikë. Pse? Se hajtë se kjo është budall, kjo është fukaje, pe ka fshot buka në rregull. Nuk funksionon ajo. Arsyeja pse kom funksionuar se unë e kam das kur thoj të nazi burra. E kam po mundsinë që çfarë duhet më bë, e kam po përfitimin tim, e kam dal. Po tash në Senalion, në farforme s'po tham misht 70% çdo minirë që bëhet që e marrin këshillën tim. Pse unë ja doj edhe investor aftu ju tregoj se çfarë sistemi kanë më bëj që lokalt të janë qetë edhe të përfitojnë edhe ata. Pra juve, me sa kuptoj unë vlla, juve bëni një lloj ndërtimi atje, gërmim, merrni lokalet, pra njerëzit që janë inhabitants atje, ju jepni edhe investime, bëni edhe investime sociale, për shembull ambulanca, shkolla. Kushti jo ky. Do të thënë kjo është kushti, bravo. Unë jam përzgjedhur, unë jam edhe krye diplomati i investimeve të huaja zyrtarisht. Bravo, la suksese. Suksese. Bëj shumë qeve për zotin. Janë për mi gjys miliardë njerëz që unë jam krye diplomati i investimeve të huaja. Unë kam një kusht atje. Kusht nuk është kusht patjetër, po rrugën që duhen t'ja jepi dikujt e kam kështu. 5% që të fitimit do të shpendohet komunitetet ekstra on ambulancë, on mjekësi, on shkollë, on infrastrukturë, se na i kim pajiset atje. Po. Neve nuk na kushton kur gjë mja rregullu një rrugë me shku ata me mill ministrin apo po me investime bujqësore. Kjo është si bazë që e kanë kontratë që çdo herë, çdo minjet që starton ata janë të obliguar ja bëni një rrugë me kosto tyne. Që ata nuk kanë mjete për ato. E dyta që pak kostoja dhe tjetë eksakt se sa ka nevojë një person, tash jo nuk kam nevojë për 10.000 euro. Po kostat që ti ka fix për një muaj që ti ka akoma. Plus asojna lagjës ku morëm na pronën e kam për obligim një herë çdo 2 javë m'ia bë gërmimin me kostot tona që ata ta nxirrin orin në shesin neve. Domethënë e bëni partner. Po. E bëni partner. Nuk funksionon ndryshe. Po si bëne partner edhe po se bëne me zemër nuk funksionon atje. Edhe vet ligji i arit është që po tentove mos ta shpendojsh korrekt, nuk ja sheh kur hoj. Nuk i fat me to. Neve korrekt me to se. Plakat tona, nonet, na thoshin që arit i zësyt. Edhe kur e gjen, sepse të bëhen si dollar, ari është po nuk ditë më shpërnda, ai është mallkimi i arit. Bravo. Që ta zë. Është ligj natyrës. Është ligj natyra. Që do ta dish, ta kuptojsh. Po. Se si më shpërndon për me pas sukses. Për ndryshe. Po si të ka vajtur mendja o Baki? Unë e di që mund ta kesh folur në për emisione tjera kur të kanë ftuar, se normale ti je shumë lart në rrjetet sociale.
fundi atë ditës je lart në rrjetet sociale, mendoj unë, sepse një pjesë shumë e madhe njerëzve e dashurojnë narin edhe xhelozojnë vlla, nuk i ke fansa. I ke xheloza, po që i ke fansa se të ndjekin e të bëjnë like për me të pa ty apo me të komentu ty. Po si të ka shkuar mendja valla, sepse është një lloj biznesi që për atë zot ke të bësh me krokodila, nuk ke të bësh me ke njerëz domethënë aty të humbet dhe jeta në atë lloj biznesi. Është shumë e vërtetë. Me tregu historia fillimisht unë jetoj, unë jam i Mitrovices zonës Sholz-Bajgorës, aty është edhe miniera e Trepçës. Baba dhe këtë familjar kanë punuar në Trepçe. Edhe kur isha e vogël, kur bike baba i kanë apru, i përke do kristale, ato ndryqeshin dhe me ari, do me kësi. Edhe i marsha i thesha, tinzatina i marsha edhe i mosha në përgjive, thesha kam ari. Kur pa shumë televizion, shemë, atëre këna posë Jugoslavia. Po. Kur e pasha televizion, kur i ka dzeka Afrikanti, pa isha këta hebret. Ja, 1 metër me 10 vëve me doqonta dhe punëshin edhe, po jo që ishi vëve, po të isha, pse, që ishi më bon, pse s'munu me bon na? Së isha kur të rrit, pa bon nuk ele, pa shku nuk ele. Gjithmonë e kam pas që du të bëj diçka. Unë shkollën s'ma ka desh, kështu bash që duhet. Po. Se në shkollën e pa isha si industri. Qysh unë kam pas problem me mësuesa, se një thesha unë nuk duhet bona mësoj se si të punoj. Unë duhet mësoj se si me prodhu para. Po. Kështu unë duhet ta kryj 8 klasë. Ky është mentaliteti domethënë që ke pasur. Po. Që i vogël, pra e ke kuptuar që shkolla të prodhon në punësa, nuk prodhon lidera. Po, shkolla prodhon ata që janë do nxonca, janë do njerëz që kanë një pasion që ata dinë me shpif, dinë me, më fal shpif, po dinë me zbulu sene, kanë nevojë për më shumë, ata duhet me shkolluar. Po ju çiftin tëm që unë nuk du shkollë, unë du të punoj. Po ma jam gjithë unë ka thonë ledi, ka për punën punë. Po kam punu, kam fitu. Unë kam prej katunit Kovion, kam shit dru, kam livru ora me lek, më kam pague. Dëmonë, sa ka morë boba, ka morë dhone, qyse i vogël. I eduku me punën? Po, jo më eduku, se pa punë, qëre. Ko njerëz që nuk kanë as 8 vjeqare, nuk kanë shkën, pa ta e milionera. Edhe janë me kom tu. Pse se nuk ka do punës? Puna, ta bjem punën. Neja dhe edhe shikimi që ato t'jesim. Pra, njëherë të them të shkolla është e duhur për mua. 8 vjeqara është e pashma, është të dish me mësu me lexu, me këndu, me mbledh, pa. Historia të kodin. A mu për matute, nëse nuk je për ata, mos e vazhdo. Gjithë ato investime që i bën. Po ti kursesh ato 20 vjet ato kursime, sa i harxhon në shkolla, në punën apet pa sidomos këtë. A di çam bën përshtypje mu? Janë gjithë me shkollë të lartë. 80% i ki ekonomista dhe jurista. Pikrisht në vene ku nuk ka as ekonomi shëndosh, as ligj shëndosh. Se gjithë mund do të më jutërkit njerëzve që janë fuqishëm. Po, normale. Okay? Normale. Dhe më këtë, edhe, po ta takosh një taksist, e vej qa ke kryu për shku, dhe thot, e kam krye ekonomi. Ose juridik. Po. Juridikat janë në taksi, ekonomistat janë konobar. Pra, ka kry shkollë gjitha shpenzime, dhe më punin ka dojë taksist. A kupton logjikën, pra kjo më shqetëson shumë. Kemi pasur në degën time që kam mbaruar shkenca politike. Nuk është profesion në thelb. Që do dalësh politolog. Studentja më e mirë e jona, në paralelin tim, në kursin tim, me 10.0, punon menaxhere në një zyrë taksish, ose të pakën punonte para. Ndërkohë unë që s'kam qenë një student ekselent, që tu është me të radhjeta, se u mendoj që ata me të radhjeta o janë smur o janë hipokrit. Se s'mund të, ose je gjeni vlla. Po gjeniu, ti duhet i kalosh të merr vetë shtetit, merr NASA, të merr Franca, të merr Oxfordi, thotë hajde këtu se të investoj unë te ty, edhe të fut në një laborator aty, të jep rrogën që ti nuk do ta prishësh kurrë se jetë të jetën duke punuar për shtetin, edhe kaq. Dhe më vinte mendja, i thosh edhe studentëve të mi se kam punuar 6 vjet pedagog. Ore leje, nëse ti e ke shkenca politike, je 21 vjeç. Ik vlla në emigrim tani. Ku e ke ti talentin? E ke tek ari, e ke tek tekstili, e ke tek tregtia. Shiko bot me sy vlla. Pikrisht këto deshta me transmetu. Njerëz duhet me bëu ato që mendon se çore. I vetmi person
që din sakt se kush je ti e vetveti. Po. Nuk ka shkencë, nuk ka psikolog që mund të zbulon ti mrena në shpirt se çka ke. Edhe gjithë të cilë ka një diçka mrena që di me bo mirë. Nëse ai vetëm atë e përcjell ai gjithmonë ka më pas sukses. Po ju nga këto dhe ai nuk di ka më shkuë. Gjithmonë hajt ta testoj, jës po bën kjo se na kena mentalitetin pa më lyr mrena natë me nujna me bë. Nuk bën lek mrena natë, duhet të përkushtuar, duhet të punu. Pra, unë çka kisha mujt me thonë njerëzve pe provojës teme. Unë prej fillimi ja komunist kam thonë që pa bo këtë punë nuk e edhe kur nuk të ndana. Kushton sot kushton. Jo me Kosovë, po me sakrificë, me Afrikë, atje është, nuk është. Po. A kupton? Po, edhe më në fund ja dona. Edhe jo mi bindëm se çdo kush mund ja del me menimin kur e merr parasysh se thot unë duhet ta bëj këtë se për këtë jam. Po si s'muni bëni sene për menin. Si shkove në Afrikë, vëlla. Do të thonë, si e morë guximin? Sepse ka njerëz, për shembull, unë kam shok të mi tu që thonë, vëlla, kemi njëj atje në Afrikë me fabrika ari, po nuk tjetë ai tipi që të ndalin në aeroport, më vi me ushtar, e të kem tjetri, unë kam frikë të vete, se mos marim në i gol, mos na marim për trafik organesh, ku ta marrë vesh unë vëlla, më thënë, unë e kuptoj, neve shqiptare duhet jemi të pare që s'duhet të paregjikojmë shtetet tjera, sepse këtë lloj mentaliteti ose këtë lloj perceptimi e kemi vojtur vetë neve, nga italianët, nga gjermanët, nga grekët, që shikoj erdhan këta barbarët, kafshët e të gjitha, në fund ditës ne kemi çuar ekonominë e tyre para, si në Gjermani, si në Amerikë, si të gjitha, si në Greqi, jemi populli më punëtor. Ne kemi vetëm një defekt madh që ne nuk punojmë në vendin tonë vëlla. Kjo është pak por e sigurt, ne nuk jemi punëtor të vendit tonë. Po si vajte vëlla, ku e morë guximin dhe sa vjeç ishe? Se kjo më intereson edhe mua dhe edhe djegën. Unë 2004-ën e po ta vendos hera e parë me shku në Afrikë. 2004 Sovjeti kun pos 23-4 duket. Sovjeti Po. Rreth 20-ave. Unë e kam punu për një person që ai merret akoma, është një më i fuqishëm në Gjermani, unë ka pa ta punu për të turproj. Edhe me qenë se isha afër tina, i pa isha mundësi që i bëj kaj me diamanta, dhe gjithmonë tashën, për i fillimi e kom pasi, edhe pikrish kam shku në drejtim që ta të bëj dikana të jem pjesë të tina. Pa i ma bëj ke muzike është shumë rëzike, ma bëj ke shumë të merë. Po qatë që kisha dëshirë me shku një herë me këshyrë që është edhe kur shku, edhe e vendu sa. Thash pa shku nuk edhe shku. Kur kam zbrit atje në fillimisht, atje dhe era ndryshe vjen. Po, një farfur me njerëz nuk janë ashtu se si përshkruan. Tash vorët edhe ku po prek. Po. Ko vende që janë, se Afrika është 25 herë më e madhe se Evropa. Po. 25 herë. Është ndoshta kontinenti më i madh në botë, po që hartat nuk e tregojnë. Po, nuk e tregojnë se është shumë edhe njoftuva njerëz që ata qëre e janë shumë të mëshëm. Edhe pse ndoshta nuk kanë edukim, nuk kanë shkollë të mëdha, po janë shumë të mëshëm. Afrikan për ti mashtruar ti si afrikan është e pamundshme. Ata po se ata kanë një ndjenje, edhe na të borë, tash po flash të zit me të borë, se kështu llogaritet. Ti para minut borë shkojnë me një menim. Unë po shkojnë në Afrikë se ata s'dinë sendi aty u marrë diçka, ata të presin ty. Edhe ti bën gabimet vetë ja bën vetë zgulë pa ditëç. Unë sa herë dalë për rrjetet sociale që ju thanë njerëzve që keni nevojë disa pravi, mos u kursenet shumë, ju japi këshill. Por njerëzit tu nuk ngojnë. Po di hova i thamë në hej mos e bose nuk është në rregull, petë shkon e punë një njerëz që kanë humbur miliona. Pse se i llogaritën ata që janë padijshëm. Pikrisht që ty bëjmë gabimin më të madh. Unë tash suksesin e kam se unë pe fillimin me shpirt e kam thonë bak, merre këtë punë po bën e drejtë. Mos haram. Mos ja ha ku kërkujna, merre pjesën, unë mundu më marr me ton kaq kushtoj kaq. A mu nuk ta mund po ta bëj për ty e me ta bo grupin ty se që kena. E kuptoj. Që kjo, qëre. Për ty tha 2 fish më shumë, me që se je joni. Zoti, një, edhe ligjit natyrës janë 2 sene që funksionojnë. Boni bindë se ashtu si mendon me shpirt, ashtu do përfundojsh. Qysht janisht, ashtu përfundojsh. Po flas ka çështja biznesi. Po. Me nove mirë në fund punit kemi vujt gjast rrugës, kemi mund desh me kur themi mendon mirë,
Cili është sekreti vëlla, se shumica flasin për YouTube, dalin këta gurut e gjitha, ashtu është mentaliteti, manifestimi e gjitha me radhë. Si duhet mendosh vëlla, sepse tru podcastin unë e kam hapur për post interesit tim personal, që dua unë me ngrit imazhin time, figurën time, me u pasuru dhe unë nga ky biznes. Unë e them troç fare hapur, nuk është se kam dalë tu si guru, si mesia, kam marrun Krishti apo Muhamedi, qofshin falë edhe po shtojun shqiptarët. Unë thjesht marr njerëz të zot të suksesshëm që i bëj ca pyetje që mund t'i bëjmë pyetje edhe ndjekësit tan. Për shembull, mund të mësosh ka një njerëz që ka investuar 150 milionë euro, se vetëm idiot nuk është, a kupton? Ka 5 njohuri të vetat, ato 5 që din 100%. Nëse unë ty të flas për shembull për formulën kimike të metanolit, atëherë do duhet shkollë, duhet të jesh inxhinier kimist. Ti je biznesmen vëlla. Si duhet mendoj një biznesmen? Pra, ka shumë njerëz të cilët u janë depresion vëllai. Ka mbaruar një shkollë, nuk din fare se çfarë do bëj me jetën, futet në për kredira, në për fajde, në për gjëra, kupton? Si duhet mendoj një njeri i ri? Për shembull, ti ke që 24 vjeç, more atletet në Afrikë vëlla. Po. Si duhet mendoj? Pyetje shumë e vën. Gjithmonë kur startojsh një biznes, thuja pak janë ata që kanë filluar vetë edhe kanë përfunduar thuja vetë me biznesin. Gjithmonë i duhet dikush. Gjithmonë i duhet një këshill, i duhet një sen. Para se me bëni biznes duhet më marr do informata onë se çfarë po ndodh. E dyta, shpirtnisht, nëse afron dikon nga teje dhe ai që ti mën ktheja shpirtnisht. Se 99% nëse ti mu marr një ide ti jashtë loje. Po. Ligji i qisojnë aty ta pamundson qatë biznis se ke po shkimi. A kuptuve, kjo është shumë rëndësi dhe për ata që ngujnë. Nëse ti ma jep unë një këshirë që ta wow, unë se pas ta ditë, unë du ta kthej ty me shpërblim shpirtënor, se ma qëre, dikur sot e ke po bile u konë qësash para një ovën e poshtë një farsi misioni, i shprish një anije shumë e madhe. Edhe shkon kë edhe e rregullon për 2 minuta dhe ja kërkon 100.000, thot po ç'a bën ato dy. Thot eksperienca jam edhe errori janë vend duhur kushton 100.000 euro. Edhe i thot jo është shumë, thot nuk është shumë se te tërkush i shorti kish marrë edhe 300.000 euro, edhe kish bën kishë për rregullim diçka, a kupton? Pro gjithmonë te fillimi është mbarimi. Nëse ti e merr dikan si partner, ai ke po fillimisht janë tonë të mirë. Se ai që fillon mirë, ai gjithmonë ka fituar. Është e pamundshme ai që ka menuar në shtëpi, ai na shtavun, po në fund punit ka fituar. Pra ligji e thotë se ti nëse ti dikush përkrah e ja kthen ose e eliminon që s'do më posnot kur horin si ashe. Që kjo është çelësi i suksesit. Po ja ktheva atij personin se kur gjë nëse ti mu ma jap një ide. Po. Edhe unë vi edhe kam një profit për atë dhe ta vëllai dëgjoj. Nuk kam më shumë, po që 1.000 euro shamë po. Po. Për fjalën që ma tha, a ma bë halal. Nëse thuti po unë e qela ato rrugën. Nëse unë ty s'du me të pas as ofër, edhe ti me ku më shemue, gjithmonë kemi shpreh një menim negativ për mua. Dhe kemi lut Zotit që mos ja shon në orë. Ai nin na sheh, na kon kontroll dhe gjithçka. Por këtu janë që njerëz i kanë harruar dhe nuk i përdorin shumë. Pak janë njerëz që bojnë shifja ata suksesshmit. Ata e kanë shpirtin e bardhë. Ata kanë shpirtin e bardhë për ata që ka marrë një informacione që kanë më ku e ka shpërblyer. Është zotria e tem Ramadani, po prap Dardani jon. Mua ai më duket njeriu më i paqët i botës. Ka pas revenue $600 milion në vit nga Slovenia, nga bizneset e veta. Jep këshilla falas, po do takosh në rrugë është njeriu më i thjeshtë. Edhe mendoj vëlla, njoh edhe njerëz tjerë shok babait që janë multimiliardera në Nigeri, me plantacione portokallie, me are, me nafte, me gjitha, dinin me sherë vëlla, dinin me nda. Pra babaxhan vlerësuesa, mirënjohës. Po është mirënjohës. Po kjo lidhet me këtë që më tha që më pyetet ti mua cili është suksesi për rrugtimin të biznesi. Mirënjohësia. Mirënjohja. Se tash nuk mundon më bëj çdo kush më jap mua këshill me bë artak. Po me mirënjoh. Na lese se mirënjoh, po na e urrejna nuk dojna mas me po me sy. Pra që kjo është që ty të pengon një jetë, që ti kemi apo hojnë, një farfur me kemi dështu. Edhe një farfur me kemi... Kam takuar dikur një mikun tim
milioner këtu. Punon me kinën. Edhe pyes vllai thash, po si është kjo gjë? Rritur bashk. Po shpenda më ran smundjat e prindrit, smundja keqe. Kam punu tha si kafsh vlla. Nuk e dija dha me i dyqan të vogël në Fier. Nuk e dija dha doja dilja, as doja dilja thjesht po punoja se doja me shpëtu prindrit. E shikoja dha që rezonanca këtu në Itali, në Gjermani 15.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, nuk po mungon të leku dha, dhe pse e hiqa. Domethënë sa boja një dorë lekësh e hiqa. I solla e ushtova jetën prindërve tha, me 15 vjet, me 20 vjet, që ti kisha më shihoni mua e familjen e gjitha me radhë. Një moment ndalova tha për të bërë pak pushim. Kthej kokën vlla tha, kisha ndërtu mal. Domethënë nga ajo puna që ti nuk e ndjeje se do me shpëtu diçka, do me ndërtu jetën tënde. Stopo një moment vlla, rri, shikon ore çka kam bë, edhe kisha bë mal tha vlla. Bravo, shej, kjo është e vërtetë. E vërtetë. Unë shikoj atë podcaste. Njerëzit më thonë, sa mirë po ecën. Vlla jot nduket sikur janë fillestar, sikur janë askushi. Kur e kthej në herë vetëm vlla që rri, stopoj njerëz që bëjnë një ditë pushim, shikoj YouTube-in e gjitha, shikoj revenue-t e YouTube-it, tëra me jeshile lart thëm, vlla paska Zoti qofshin fala, kupton? Është vërtetë. Domethënë neve këto modele na duan o baki. Mua nuk më duhet se po të ishe marrë një emision tjetër do filloj tani te Ari, sa lek bën Ari, sa fiton ti. Mua nuk më intereson fare të ti shtoft Zoti për familjen e për veten e për miqësim vlla. Mua më intereson një njeri i suksesshëm si do vjedhet na japi 2 rrugë zgjidhje, 3 rrugë mentalitet, sepse kinezët ka një shprehje. Mos më jep një tas me oriz, se nesër do mungoj prap, mësot kultivoj orizin vlla, që mos mundoj kurr. Si mund kultivojmë vlla njerëzit e rinj sot, shqiptarët tan Dardan, të Maqedonisë Veriut, të Shqipërisë, të Malit Zi, të Greqisë, njerëz cilët kanë një lloj dëshire për mos me qenë sklever vlla, por që nuk po ja dalin dot domethënë. Ç'a duhet bëjnë? Duhet hidhen, duhet rrezikojnë. You have to risk it to take the biscuit. Por Zotin kanë edhe as unë nuk kam kjo, nuk muna me thonë çka unë një sen e di tash na po flasim te çështja e minierës, te çështja e biznesit. Për marrë shemë tash apet po kthejmë te biznesi për marrë shemë. Po. Arsyeja pse veç afroje pak vlla, lutem. Arsyeja pse kape nga këtu lart, këtu. Ashtu, bravo. Afroje vetëm pak nga vetja, ashtu. Arsyeja pse shemë sistemet bankare ose bankat ose shteti ose politika nuk flet për flori, është se profiti i parave, menaxhimit parave të njerëzve përmes banka është shumë i madh. Floriri e ka historinë e vet. Çdo kush mund bën përfitime edhe me pak lek. Se dikush mendon me pas shumë lek me bulek, nuk është e vërtetë. Po mentaliteti që mu nuk më duhen 1.000 euro, i duj 100.000 euro. Kjo është gabim. Se tash pelojnë për marrëm si shembull. Unë e kam bërë kështu një sistem. Kur ka qenë ori 20.000 euro, unë kam startu me investu. Kur i kam investu në atë kur 20.000 euro, kun kila, kun sikur tash 100. Po. Kur më ka thonë mua e partnere, po hina në investim, tash kjo është i shmenu, tash është i mborët nari. A kupton, unë me qëtë se kam trektu, kam blej, kam shqit, po mi shti, por mi kufizue, e kam blej 20.000 euro kilën. Mrana 5 vite u bu 120.000 euro kila. Po. Pa bu as një pun hiq. Tash po flas me sunat vogla, lej 100.000 po flas me 100 euro. 100 euro e kina tonë. Po. Një farfurme i kina. Po. Tash da kina lek me ble tesha me marrë, mi ja ka dzu dikujna kështë qone kam. Po e të ta kishë dhe likun ta mash një gram flori. 1 gram flori ka qenë 20 euro, sot është 120 euro. Ti lash parat në bank, nuk përfiton asgjë. Ari vetëm të shton. Blija orin onësh. Edhe na mënyra se si edukojna fëmijën është gabim një farfurme. Pse ti lone 500 euro në bank? Blija orin linë shpejt. Se që ta ori çdo muj ta bën përfitimin. Unë gjithmonë ku më thonë njerëzve, çato porë që keni më bëu më mirë, leni ato çka duhet, se është sistem. Po bleni një sasi ose në datë lindje. Pse mi blej fëmijë gjithçka pa nevojshme? Bleja një cupori leja atë. Ta kallëzoj një rast, unë kam isha të full live në TikTok. Edhe më pyet një dikush, më shkruan thotë,
Okej, o gjithë thot, a mundesh më tregu se çka unë i kam 16 vjet. Tha dhe Bobi ka bu një kursim për mua, ka kur ti bëj 18 vjet ti jepi. Tha si muna me dyfish, si muna me shumëzu ato. Edhe unë i thash nëse ti je quni mirë, tu i babait tan tu, okej. Çato që do më ma jap me 18 vjet, a mu ma jap tash, po mos më jap, po veç blimari, investo minari. Tash edhe kur bëhen mas 2 vjet kur ti bësh 18 vjet, sikur ta disha, unë nuk kam ditë, po gjosat ishin atje. Thash ti kemi ble makinën, kemi marr lenë dhe kam me çaç leksati kam në babait. Ishte para 2-3 vjetë, 2 vjet e gjysë kokë punë. Tash kur isha edhe një herë thot unë jam ai çuni thot që të kam gu para 2 vjetë kam TikTok dhe i kam botën e kam ble makinën 22.000 euro. Më kanë met 22.000 euro dhe këtë kozet thot fjalës tonë që më ke thonë atëherë thuj babët që ti jap porë që tash nori mos blen makinë 30.000 po ti jap lek nori që pas 2 vite ti të ta blesh makinën do të kisha të po. Edhe kështu funksionon. Im gjysh kur ishte gjallë, kur erdha si student në Tiranë, më ka thonë një këshill. Qa do lloj kursimi këthe e narë? Se ne vim nga Bajraku i Gashit, kemi bler me Napoleon Ari, kemi ardhur në Fier, edhe të lidhur me pasurimin, a kupton me investimin. Trashëgohet edhe çik gjenetikisht brez pas breze ajo. Dhe para se ikja unë djali pari fisit, bla bla bla, që janë këto të veriorve, që kemi neve, djali madhi fisit. Kthej narë. Dhe unë e shikoj o baki që sa herë që mbledhin një dorë lekë, se gjithë mbledhin një dorë lekësh nga puna, nga gjitha, u mbet vlera valla. Ti më pagu mos sot 5.000 euro për shembull për një punë. Bie euroja se këtu futet leku drogës valla. Unë e kam marrë me 120 lek. 5.000 euro që tani bën 4.800.000 lek të vjetra. A kupton çat të merri është pra tu humbet vlera, unë se kuptoj do të lloj burse, kurse të arit, të diamantit, të gjitha, ti e ke të mbyllur me veten tënde, a kupton shpendin? Unë po çata unë gjithë për zotë më sugjeroj njerëz më thon, unë dal e marr kohën edhe komunikoj me shumë njerëz edhe ju sugjeroj tham, po shumica thonë ku unë e kam bën platformën time, e kam bën në 4 opsione që 4 opsione i ofrohen njerëzve çdo kun pik krejt botës që mund bashkëpunojnë. Një, mund me bashkë investu të në Afrikë, në minjera. E dyta, mund bëhen pjesë e kompanisë me blerje të aksioneve, pjesë të aksioneve, jo aksioneve, po pjesë të aksioneve. E treta është që njerëz mund porosisin dhe të vjen shpe krejt botën, ku dush e porosit vjen pa po kostot ekstra me shku me marrë me asje porosit vjen shpe. Edhe e kam kriju një token tarit që jena të licenzuar ndërkombëtar. Token i arit. Po, Easy Gold thirrët. Na e shpjegon pak këtë lutem? Domethënë mund ta blen si Bitcoini, se unë jam ignorant e kjo pjesa. Po vetëm me bank mund e blen. Vetëm me bank. Me kripto. Se problemi është që ti e blen një token që e ka mbrapa mbulesën e arit. Do të thotë e blen tokenin digital. Mropa pasaj në atë vlerën e kije në banku e kina në depozit në arin e kije me vlerëtarit. Edhe kjo si ide e kam bo me eksperta edhe me punën që jam në Afrikë se jam ben duhur edhe në kohë duhur edhe e kena bo një fas simulimi që çdo sen që a lëviz mbrana kompani i dedikohet tokenave dhe kompanisë. Tash kompania jam e qa gjerë e përpunon e prunë në Evropë e bëjnë 24 edhe shes. Domthon i dedikohen kompanisë, i dedikohen tokenit. Tash mundësi ti ka njerëz gjitha opsionet, po do me investu më njëherë, hajde bëjmë. Atje në Afrikë. Do me kon pjesë zonë se i duket shumë me skavatora, me punë është larg Afrika, blin pjesë të kompanisë. Si pjesë kompanisë? Aksionet kompanisë. Aksione, po? Po, i blin, qa bon profit, kompania në bos për qinjët që ki merë dhe ti. Kompania në Gjermani është e licenzuar në Amerikë, te Amerikanët se pa ta nuk funksionon. Se security token të kallëzën që do të thotë kjo, edhe është të funksionu mirë, unë e kam shumë njerëz tonë, shumë sidomos të diaspora janë, Zvicra, Shqiptarë, Anglisë, Shqipërisë, Kosovë që kanë bli shumë tokena, kanë bëjën bo pjesë, kanë investu me në Afrikë. Sa është blera një tokene, vëlla? 1 euro. 1 euro? Tash është 1 euro një bli, po. Po duhet me ble, vëlla? Po, e ki hap 100 euro do t'i blej unë, do t'i kem. Po, i blej një lënë që të. Në mars dalëm në bursë. Në mars dilim bursë? Në mars dalëm në bursë, po. Tash krejt, na jena offline. Offline blejet. Po.
në shkurt dolëm online, që mund e blejnë krejt bota. Pastaj del çmimi final. Do më thënë duhet me investu deri që tash është me investu po 100 euro. Kur del ai shihet, ai Për zotin 100 euro do t'i blej unë. Ti kem 100 tokena si tjetë. Easygold.eu. Easygold.eu. Po easygold.eu edhe hin e shet me një del. Edhe sonti pasit marrojmë easygold.eu. EU. 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 Po pra, EU. Po. Billion by Post Europe, kjo? Po. Në, veç pa, ama. Ka nisë të sytë më shumë. Ja. Shushan do të në... Shikoni tani easygold.eu me 1 euro. 1 euro tokeni. Nëse ma hupe krejt. Ja me easygold. Easy. EU. Gold. Ja, shefe kjo poshtë Easy Gold, si shkruhet? Ja, kjo. Easy Gold, po, .io. .io, po. Po, .io. Kjo këtu. Ja, kjo është, po. Që ty ki white paper, po? Shkruan ti white paper, aty ki përshkrimin fix me ligj ndërkombëtar, çka bojnë ana, si funksionon kjo. Shumë e kollajshme me kuptue. Do ta shikoj vlla, do ta shikoj edhe për zotin 100 euro investim vlla kemi bler. Unë s'kam bler se unë i kam pas frikë këto kriptomonedat. Kripto duken shumë kështu. Vetvetia kripto është çka kanë mbrapa ata. Bra, kjo është ide. Lek të haukut, lek njerëzve. Kjo është puna e kripto. Kurse kjo është e bazuar në Easy Gold ti du ta kish një depozit për atë vlerë që do ta shet. Për çata i licencum. E çit mentalitet është shumë problem i çit njerëzve ndërmend i thon hey, ti po blen kripto lloj moca, më fal shpreh çane, ke po që do po, doge, kete. Bravo. Çka komron pa ti? Atë është një manipulim. Amiti mu lek, unë ato lek i shpërndoj, nxjerr kur du, i shti kur du, bojnë dikush fiton, po fitojnë ata që e kanë po sistemi, jo të tërkush. Po. Na kupton se ata e kanë kontroll. Po, si puna kazinos. Bravo. Gjithmonë është e fituar kazino. Kurse ky Easy Gold, kjo është një manipulesë që e keni certifikat ndërkombëtar që thesore amerikane mbrojnë. Po, kjo kompani ka këtë volum, ka që është tokeni. E sa është për dispozita që të rritet vëlla nga $1, për shkak pasi dalin online, me një parashikim se ajo është spekulative pastaj. Unë mendoj se çtash na në fund dhjetorit startojna me miniera, se është ku dimnin, mund punojmë shumë, nuk kena fare shumë. Po. Edhe me qenë se u rrit ari shumë edhe do të ngritet çta shumë që unë shpresoj që tokeni do deli ku me 15-20 euro. Nga 1 do shkojt në 15-20. Po, se ju që e bujnë ana, po pjesëmarrësit e ngrisin. Vlera bursës a orçit e ngrit tokenin. Tregtia e kompanisë e ngrit, i ka 3 bazamente që e rrit. Njëna për ty në cilla do të funksionon që jenë të letha me njënë tjetër, është e pashmangshëm u rrit. Unë kam dëshirë dhe ma me menja që për nashta s'po du më shku 20 deri dhe tëre mund me shku të kemi. Nashta dhe ma shumë se që tash është 112 euro grami. 112 euro. 112 euro gram. Po, ka qenë para vjon 124 euro grami. Po ra për shkak korrekturës që u bë, ra pak. Tash ori pritet deri 2028-30 me shku 350 deri 400 euro grami. Tash para minuti e keni të kenë me një euro që ndahet prej kile here bla bla bla. Tash për 1 euro ka shku e grami 300-350 euro, ja këshife 35 euro ngrihet të keni. Apo kupton, nuk e kena në ndur, na e kena ndur se kompania që a bën tregti ja dedikon të kenit. Okej? Nxirja sasia e floridit që nxirren me i dedikohet tokenit. Për shembull, njerëz që blejnë ja dedikojnë. Po, tani ja po e marrim se unë dua që edhe të futen njerëzit dhe mos vjen te këto spekulimet idiote, blesh ZBR e X e Y edhe në fund ditës, ja futi shoku im para një muaji 2000 euro tek një nga këto dreqnaja, çfarë këto monedat kripto, shpenda i humba 3000 euro, 2000 euro, 3000 euro, ishin futur 2 milioni, 2000, 4000 total. I humb, po, që nari nuk i kish humb. Ufshe, domethënë, unë vlla, po blej 100 euro, për një vit shkon 3500 vlera ime. Unë mund t'i lë aty? Mund i lën, mund i t'i lë aty. Në momentin që dalën bursë, e ki online, mund i shndron para, mund i shndron nari,
mund blejnë, mund në shmëbu. Na kemi një email për i Bankës Qendrore Evropiane, që thotë që jënë të interesu me negociue çështjen e 49% në rast se dalëm në bursë, para se me dalëm në bursë. Se mënyra më e mira e sistemit pagetis është me token. Se një token e ka vlerën e bursës €1, shembull, ti ke me pague 20 cent. Tash konvertimi i një tokeni, 1 gramit për 1 gramari, është €100. Tash 0.20 cent i bjen 0.20 gram. Po. E kjo është një sistem që mund në shëndrohet në vitin që vjen ari digital në sistem pagesa. Ari digital? Ari digital, po. Se nëse ti e kini një mbështetje si shembull na që e kina Zvicrën, thesarin zvecran, na ka qitë sot, nuk mundi me mbulu ju gjithë këtë volum, po nëse dilni në bursë, dilni të sukseshëm, atëherë na ja ofrojnë atë thesarin tonë, se ti praktikisht ti i shëndron parat në ari. Në sekunda i bo merr kapital ar. Po, amo, unë e di që ndashtan po guda, po unë e tham këta, unë e di që i vetmja send që nuk mund manipulohet në botë është ari. Por çka shtetet e fuqishme janë të ble prona, këtë Afrikën e ka ble Kina dhe Rusia. Nuk ma beson njeri këtë. Këtë Afrikën e ka ble Kina. Çdo mineral e ka ble. Pse se mineralet janë tarna. Teknologjia e inteligjencës bëhet prej mineraleve. Po. Avionat luftarak bëhen prej mineraleve. Avancimin luftra ose në modernizim këtë janë përmes mineraleve. Kështu është logjike që kjo është më e sigurta. Domethënë si kanë ndikuar në Afrikë, vëlla, meqense ti je rezident atje, në pjesën më të madhe të kohës të vitit. Si kanë ndikuar largimi i ish kolonizatorëve francezë? Domethënë unë nga që merrem me gjeopolitikë jam laureuar për studime gjeopolitike e tjera. I shikoj këto lajme të Afrikës. Afrika për mua është kontinenti më i bukur që mund të ekzistojë në botë. Kupton, është Mother Afrika. Vdes të shkoj njëri Masai Mara, ta shikoj. Për zotin, po dash zoti i madh, kam për me ardh. Kina është futur në investime. Turqia është futur në investime religionare, pra duke ndërtuar shkolla e medrese e tjera. Turqia i ka marrë thuja nuk e di sa shtetëve dikunja 20 shteti ka marrë aeroportet me koncesión për 20 vjet. Rusia momentin që hin Turqia në aeroporte, ai veç e ka qitë cilin se çfarë do më bëhet. Turqia kanë marrë thuja Sierra Leone hitash për ndërtime me biznise. Turqia shumë jo fuqizuar çashkuën në fund. Unë isha një prej shtaktorëve që ju kum ofruar punë atje që erën e pranë vendit dhe u gjojtën. Shumë tashmë. Domethënë Afrikën sot e kanë kapur, është fjalë keqe, po hajde se po e quajmë, e kanë zonë influencë Turqia, Rusia dhe Kina. Vetëm të trija. Pra kanë dalë, se unë ta thash edhe në kafe që parë ku po diskutonim pak, Ibrahima Traore, mund ta quajnë komunist ose jo, unë jam i djathtë vëlla, po Ibrahima Traore është njeriu që do t'i duhet edhe Shqipërisë dhe Kosovës. Ai është burr vëlla. Unë e bashkë një. Ai është burr, Ibrahima Traore është burr. Domethënë ka kthyer gjithë trurin në Burkina Faso, ka kapitalizuar gjithë arin vendas, pra do ri ari këtu, fshet përqindje të vogla sa për me mbajt në bursë. Si e ka bë? Si ka ndikuar kjo në përmirësimin e jetës së Afrikës? Pra, një nga kërkesat, më thënë një nga tiparet e rrymës së Burkina Fasos, Ibrahima Traore ka qenë si ka mundësia bonde, Franca ka 0 minerale nëntoksore dhe ka 5 milion ton rezerva are. Burkina Faso ka 5 milion ton në vit nxjerr dhe neve jemi me borxhe, me minusa. Si ka mundësia bona? Ai dul shumë i meqëm. Pse ka dalë i mençur valla? Po dul i meqëm se unë mendoj që e pat dikan mropa që ky edhe ka studiuar çat lami, edhe ka pas dikan mropa që ja ka vënë udhëzimin se çfarë duhet me bë. Edhe është i vendosur, është pas kështu nuk janë një fara ti për kërkan heq. Sa ti du të më koni kujdesshëm, se po i preke këta në vend ku duhen ta bojnë sherrën një farformë, ta bojnë. E ky duli guxish e kthej popullin nga una vet, ja u shpjegoj realisht se si funksionon,
Edhe faktikisht ç'është është. Ky tash e ka nol eksportin, e ka lënë me përqindje të vogla që me ligj me qit, po shumë ishin është të grumbulluar. Se e ornja është, çdo shtet çfarë ka pas sasi etarit, ko çaçë konfliktin e paros. Rusia, Kina dhe Amerika këtë luftë kanë. Po. Këtë luftë kanë. Se tash në fundit kur del digitalizimi i paros, mbështeten në. Vetëm nar, po. Tash me këshir na flajna në ori, okej, na kur. Domethënë, sipas kësaj logjike, o Baki vllai, neve i bie të kolapsohemi për 10 vjet neve si Shqipëri. Po zotin këtë është, po neve do të na kolonializojnë sikur ne jemi koloni penale. Po ne se një farë Amerikës, po. Edhe ma modern, si se thot, okay, merre valutën tonë se kime pagu për ta. Se ti nuk je aftë. Pra ku është e bazuar se ti merr vesh nga këto gjëra tash? Ku është e bazuar ekonomia jonë, valla, ekonomia e Shqipërisë dhe e Dardanisë? Se unë se quaj Kosova, quaj Dardani. Për zotin është pa probleme politika që kena në është problem. Nuk kam çka të flas, është nështë edhe e drejt, po është problem se këty njerëz janë pangupën. Unë e thamë, Kosovë, që sa që 2-3 vitet e fundit ka ndryshuar sana. Njerëzit ju duket vështirë se shtetin do ta paguajsh. Unë e niva sa më se këtu me falen borxhe dhe falen ato, falen këtu. Di kanë myt dru, dikuj na ja fal pse ka shok. Nuk bon të shteti nuk mot kështu. Ha ç'është? Po, shumë vërtet. Që tash poliporët dhe niva në emision që do falen borxhet para 10 vite, që do falen 5 vite, bla bla bla, a kupton? Është kjo. Borxhi është borxh. Edhe në Kosovë nuk funksionojnë të sa. Në Kosovë ka ndryshuar sistemin. Nëse do zotin dhe herë më bo kush do qoftë me i dhonë zgjidhje ma shumë popullet, më bo ndryshime shumë moja, se këtu him parojat moja. Shqipëri Kosovë him shumë pare, shifeti. Po menaxhimi është i dopt. Se gjithë të cilë qysh mi amor ati nga qojnë në Zvicër, meri ati nga qojnë në Kolumbi, me ati nga qojnë këne, të mund e shdukun parone vetë, që t'jenë rahat për ma vonë, e këta lej se këta janë të mirë me rrjetet sociale. A kupton? Problem është. Ka shpresë të neve vllai, çfarë mund të ndryshojë? Shpresë ka. Çfarë mund të ndryshojë? Çdo shtet, çdo kur bëhet, një ditë ka përfunduar çdo sen. Edhe këtu do inshallah nuk do, po njerëz një herë zgjohen. Se populli mbi gjithat. E di pse kam këtë shqetësim. Unë të besoj ty, edhe njohurit e mia i kam për arin, aq modeste, që është valuta që është më e sigurta në jetë. Në qoftë se ti do me investu sigurt, vlla, nuk ka as Coca-Cola, as një lloj burse, as te Interi, as te Juventus, as te Reali Madridit, është vetëm një, si to shpenë ty, vetëm një valuta është ari. Problemi është, tani neve na del që ne nuk e kemi fare nar. Na flajna brenda pra. Po nuk e kemi kapitalin tonë, nuk e kemi të bazuar nar, vlla. Jo. Ku e kemi të bazuar ne? Se neve jemi shtet prodhuesi naftës, po politika ne nuk na quan shtet prodhues. Pra e merr Amerika dhe Kanadaja naftën ton, e përpunon dhe na e shet me çmim tregu, vlla. Domethënë në Durrës vijnë të gjithë bizneset e Dardanis për të furnizuar me naftë, se këtu vjen porti i Durrësit. Është porti jonë i shqiptarisë, i Durrësit. Pa çka se ka qenë i Beogradit, vazhdon të jetë i Beogradit, po e quajmë tonin. Vjen Kosovë naftë më e mirë, le pastaj Maqedonia e Veriut, që është nafta shumë herë më cilësore dhe nuk të prishet as makina si lloj. E merr 1.23 euro, që i bie as 118 lekë sot. Dhe hajde dalim bash tani, mbushet ti me karburant, ti këtu e ke 176 lekë. Vend që shpërndan naftë. Pra Kosova dhe Maqedonia e Veriut që e merr nga neve në port, pagun dhe doganën 2 herë, i del më lirë se ajona. Jo, këtë është, unë për zotin këtë jam baf. Unë funksionoj në Afrikë, funksionoj do vene që jam bukur, komplikume që nuk po du me thonë vetit, me thonë bravo të qove që është shumë e komplikume, po kam arrit. Këtë në Shqipëri nuk e kuptoj. Që to nuk kam zgjedhje, si është e mundshme kjo. Unë vetë kur e noli makinën e marr se vini noti, unë e marr vetëm sa më qëndoj në Kosovë, në Kosovë shumë ma mirë më një, dhe pse i kam kushë, po hajta e marr atje. Dhe më thonë, nuk e di si mund t'jetë një shtet prodhues, që ti ka të gjitha, edhe të është maj varfin në rajon, Shqipnia ka detin, ka minerale, ka prodhimi, i ka të gjitha, po njës janë varfin.
Nuk janë varfër se me hongër kanton, po në krahasim se sa duhet mi pas kushët, nuk i kena. Pse janë njerëz pa ngopur në vëlla shkurt? Janë njerëz pa ngopur. Të shumë këtu Napoleon Bonaparte, o Baki thot, problemi jo nuk është uria e të varfërve, problemi është uria e të pasurve. Këtu nuk ngopen vëlla. Nuk po tham pa ngopsi, unë nuk i kuptoj ka njerëz çka bojnë ato sa. Sepse ta dija, o miku im, që do t'i kisha 500 vjet jetë, a 1000 vjet jetë, po ta tham kështu me pastërtit shpirtit, na 100 vjet i kisha çu dhe haram, pse do t'i kompensoja 100 vitet e dyta. Edhe pasi të kompensoja 200 vite, do jetoja 300 vjet i lumtur. Po nuk di që jeton në njëri më shumë se sa 100 vjet në kohën tonë. Dhe di dhe atë gjën tjetër që Aleksandri i Madh i Maqedonisë quhet ai, po ai është Pelazik, i Pellazgëve, po e quajmë për marrëveshje fjalësh Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Iku me duart bosh vlla, domethënë në moshën time, 33 vjeç, moshën e Krishtit, ai kishte pasuri nga Gadishulli i Lirik deri në Indi. Tokë të vetën, ku të kapte syri ishte Aleksandri. Kur siku ai me Asil Logjoja, edhe iku me duart bosh, ala dhe Ptolemeut edhe general vet, mi lini duart bosh ta kuptojnë që njeriu më i madh i botës iku pa marrë Asil Logjoja, këta tanët ku e gjen këtë siguri o vlla. Nuk, unë mja u po aty një pyetje, që ata thojnë në skena. Kejtë e din që kanë e morin që ka dojnë me tonë, ato nuk kena, kam veçëm këta. Kështë të thojnë. Po, kam vetëm një shtëpi me qera. Një shtëpi me qera, me kredit, ka që kena. Nuk kam zgjidhje. Në me qenë se nuk rri shumë, nashta nuk di shumë, se nuk i... Unë nuk më e shë televizion në Shqipërisë. Në vetë brejna faj, shifi mediat, ndodhin këtu, po, edhe o shumë këtë që ndodhin, po mi shmongë është mi të regu që të sanë, mi të regu disha të edhe. Pse s'dalin me i kalzu një televizion një kompani të sukses shumë? Pse s'dalin me i kalzu që ka sukses, ka bo senet mira, i nuk përmenet bili, që të paguje ta. Është një motër e krishter, shkencëtare mjekësie. Maria Lipoeci, nuk e mbaj mend tani emrin, unë jam keq me emrat. Ajo kishte bërë shpikje vëlla. Të foli në njëri. Nuk shet. Unë punoj në media. Gash, nuk shet kjo vëlla. Ore, e caktoj unë tregun mediatik, qa shet, qa nuk shet. Tani ne dim Goebbelsin. E gjithë kjo propagandë që bëhet këtu, media, podcasti është gjithë tjetër, po dhe podcasti formë propagande, po propagande mirë është antisistem. Për aq kohë sa është antisistem është e mirë, po dhe kjo pjesë e propagandës, unë jam realist. Po kur kej propagandën e madhe, ne kemi të struktura nga Goebbelsi, mjeshtri i manipulimit masave. Ai nxirrte makineritë gjermane, industritë gjermane, nuk nxirrte ai kur vriteshin hebrejt ose të gjitha këto merat, nuk e kishte pjesë të propagandës vet, sepse i fut njerëzve trishtim, po i futet trishtim ja bllokon sinapset e trurit. Tani, meqense se kemi këtë propagandë, pse mos ta përdorim? U krijua një shpike në Shqipëri. Po vjen njëri i pasur që na ka bë krenar në Afrikë për shembull. Po vjen njëri që na ka bë në Rusi. Po vjen njëri shqiptar që jeton në Iran dhe ka hapur një super biznes në Iran, në Arabi Saudite, Oman, Dubai, ku dush ti, Taxhikistan. Po ne merremi Iriu me inicialet SHG, vrau për rrethana banale, komshion sepse i pagruan, a kupton? Unë e shoh këto pjesë politikës. Që kjo është pjesë e politikës. Analizo, merre bëni analizat pse ndodh kjo është pjesë e politikës për mbulimin e syve njerëzve që të flajnë. Se njerëz një farforme janë trajnuar këtë drejtim që t'i shohin gjërat e këqija që morën me këtë punë. Mos morën me këta dhe sa t'i kryjnë punë të veta. Se po dul baki i suksesshëm, ti suksesshëm, to nuk ngon kërkush, se ja u kanë shpik njerëzve në krye, tregoja të merren që të fokusohen aty, të shujnë, ta kryjnë punën e vet. Unë menoj që kjo ka të bëjë me politikë shumë. Sistematikisht. Gjatë rrugtimit tënd, miku im, cili ka qenë, ka pas një pjesë të kanë quajtur orë ti mos po mashtron, mos po bë, mos je lojtar që na bën këto dyshimet. Mu kanë shkruar njerëz tonë, kanë shkruar shama, më shkruajnë do më kanë thonë, kjo është më i mirët me Florin e Ilirmetës.
I pasën parate politikanëve, më kanë shumë kështu njetër, po edhe më ka fëndu edhe njerës të unë jenë kësisoj, unë nuk jam merë me thashe thonë, unë kam gro, në atë kohë kur ata të menqme diskutojshin për mu, unë e kam zaptu venin, që nuk kam desh me ngu, se nuk du me ngu njerës që më thëjna, unë e kam një vizion në atë rrugë, nuk ko kush që më nalë përveç ajnal, unë e kam fiksimin atje dhe atje, se po t'isha nalë, t'isha merë me thashe thonë, është problem me deputurin. Po fëmijët e tu si të shofin vëllat? Shofin si me krenari? Po, shumë. Apo shumë. Domethënë, ua ke boti me tije bashkë me zonjën tuaj që ju jeni të pasur edhe mos se vri menen se ka baba, po nuk i ke tregua si lloj gjoja. Ja, ata dinë çdo sen. Se thmishë shumë rëndësimi i folë edhe me fungat. Unë nevojën e kam menaxhere një menaxher dhe modele që bën video ingjëzime profesionale dhe është menaxheri ka 2 puna. Çunë kam inxhinier i ka 24 vjet, 23 vjet. Bravo, ti kesh me jetë. Është inxhinier i maqinerisë, po shok, edhe punojnë sikur mos kishin asgjë normal. Bravo. Ata nuk gjithmonë i kum thonë, po nuk e bën në tonën. Bravo. Përgëzoj për këtë. Ti e keni siguri, po se nuk e bën në tonën, nuk u ma ke vlerësu punën. Edhe mi ka folë Zoti për mrekulli, punojnë, nuk e mbarën për meje, jena shok e shoqe, në qenë që ata jetojnë në Gjermani, thmija. Po, jetojnë atje? Po, edhe, po kam folë shumë me ta, ju kam këshillu, ju kam thonë, kur mos lakmoni. Edhe, ne kena pak një mentalitet pak ma ndryshe, bëne për inati dikujna, mos bë ata, kur mos ato i thmi, bë për inati ata. Bëne me punat punë, mos bë për inati, se inatit mësën me bërë rejtje, qëre 3 sene njët janë që ta hopin derën e suksesit, po t'i kishën shpirt, jo veç mene, se menja shkon në kinë sekunda, po t'i kishën shpirt, 3 sene janë, një mos kesh u rejtje, mos ignoro kur di kanë, edhe gëzoh për çdo kanë që ka sukses, që tu po t'i kishën shpirt ta hop Zoti derën, ku të preksh kine po sukses, po du t'i kishë shpirt të sene. Ignoranca, urrejtja. Gëzoh për çdo kanë që kur ka sukses, që tu janë, ka shumë faktore sene që ti kallëzojnë rrugën e suksesit, po që tu 3 janë, unë jam i bindur. Po t'i kishë shpirt që tu, qatë preksh ko të botë ka. Vlla, të bëj pyetjen e fundit se e di që e shumë i zënë, më ka shijuar shumë vlla. Është leksion. Për mua është leksion sepse ke të bësh me njëri që po e prek jetën vet, jo me të dëgjuar. Është pak pyetje filozofike, unë jam i bindur që ti do t'i japësh një përgjigje shumë të bukur. Pasurimi vëlla, të ka afruar apo ka larguar nga krijuesi? Unë prej fillimit, kur e kam bo, unë e kam dish suksesin. Nuk kam këshirë sa kam. Se po të sukses, pjesa të të vjen për vetë vetije. Unë nuk dal me sene luksoze, unë dal për marketing. Nuk dal që ti tham diku unë kam bo t'i s'ke bo. Unë dal t'i ofroj njerëz nga të. Sa ma shumë kam po sukses, aq ma shumë ju më ofrua. Unë gjithmonë më munona çdo kujna, çdo kush. Ai është i huj, ai nuk është i huj, nuk është i uni, unë munona me ia dhon këshillën e duhur. Unë ja jep eksperiencën time pa pore. Se unë kam qef që të ka sukses, ai se unë e di se që po ka ai sukses mua, edhe ai mos nëse nuk ma jep so gole, po ai nalt ma jep. Unë besoj shumë ta, nuk jam ai që fol në 5 vogte, i bëj edhe do sene që si takojnë, amo besoj shumë. Kështu që jemi në të njëjtën linjë, sepse më besoj shpenin, nuk dua t'i futem religionin se mund na ofendojnë të dyve pastaj, por unë besoj që religioni të largon nga krijuesi vëlla. Krijuesi është këtu, nuk ke gjën askund tjetër. Jo 5 vakte të falësh ti, po 50, e jo një herë të vesh në kish, po çdo orë të vesh në kish, e në xhamia e ku duash, ti po nuk e patë këtu. Të mirën është vertikale. M'fal se të kjo të 3 sene që ti thash, ignoranca shumë e keqe, mos i ignoron njerëz kur. Urrejtja mos urre kur, se gjitha ato të kthehen ty. Një shembull, për rinin po them. Po. Ose për njerëz që kanë më ndan dëgjuar. Çun me nxes, me no mirë me shpirt, në mbrëmje që me flaj si keq.
Pse ti elshuve menimin e pozitiv, ai veç pozitiv mbledh. Po quve me urrëtje, në fron mbromje ki më hongër me grutone, ose me vllot tan, ose se ato të kthehen ty. Jeta është kësaj, çat shojsh merr. Është shumë e qartë. Lësho mirë kime vunë, po kime gjithë fund punit kime përfundu mirë. Nise keq përfundon. Pra edhe njerëz për me pas një rrugë ma të lehtë ka suksese, se s'mu i garantoj çdo kujna, se në punë të Zotit. Amo, qëto 3 sene ti ka në shpirt, ka me pa në vetë me ko që ka me ndryshu jeta në pozitiv. Pra po thua që i gjithë gjëja që fizike dhe metafizike që ndodh këtu, qofte alokimit fondeve, të pasurimit e gjitha me radhë, ka të bëjë me një gjë që është totalisht është amorfe për neve, nuk është e prekshme, ka të bëjë me mendimin, ka të bëjë me trurin. Po, unë jam dëshmitari kësaj. Jetë dëshmitari kësaj? Po. Vetëm një sen. Po. Gjithmonë që ta kish në shpirt, janë 2 sene shumë dallume, se qëra unë iri menon në sekunda çka don. Po faktikisht mrena këty veç ti e din, ato e shprehe, ato lëshoj jashtë. Se aja do të bjen senet e mrekullueshme që të nuk e nje vetëm për të mirë. Ki me thonë çfarë të ndo. Pse ti i liron ato mbledhin njerëz, ti ofrojnë njerëz të mirë. Nuk është rasti që erdhën në këtë. E shem mrena unë s'kom pas plan, unë më shtat kom po dikun, po se kom pas vëmendje. Kush e ka ditë, kush e ka paramenuar që do vi këtë? Që na e bën një bisedë ndoshta një pjesë të enigma, sa ta s'din sen. Ai ishi ky filozof, çka thon, po një pjesë ka një pjesë njerëzimi ka nevojë me një këto fjalë. Unë nuk fola diçka keq, unë fola realisht dhe çka mendoj unë. Se mendimi s'u mandon kërkush. Unë e japi këshillën fëmijës teme, këtë çfarë fola për njerëz. Tash në zonë fëmijë e mi ishin rrugë keq atë një prit. Atëre po ju marrin qafë dhe juve, po. Pra, energjia e mbrëmshme e shpirtit tat është suksesi yt. Lëshu këtë gjën keq. Lëshu mirë, do bëhet mirë. Baki, është shumë kënaqësi që vendosëm kontakt bashk. Shpresoj që të kultivojmë një miqësi shumë të pastër me njëri tjetrin, vëlla. E uroj me shpirt. Kam bosh shumë vite shkollë, po më beso domethënë që një nga leksionet më të bukura që kam dëgjuar ka qenë sot me ty. Një njeri që nuk është se ka shkollën primare, nuk e ka pas në shkollën primare, por ke pas shkollën e jetës, vëlla. Ashtu si shndrit shpirti, ashtu si shndrit ari, të ndrit edhe ty shpirti dhe familja jote, vëlla. Shumë faleminderit. Edhe të dëgjofsha vetëm të mirat, edhe amin o Zot, vafsh sa më lart e më lart. Shumë faleminderit. Në proporcion me dëshirat dhe shpirtin që ke, pa e trazu shpirtin, se nuk na duhet lartësia nëse na futet anktin brenda, vëlla. Me thon drejtën unë pas ta pas nevojë se prita. Pas ta pas nevojë më shpreh pak këtë formë, se s'm ka ras, nuk kam qenë për televizion, në për media, në për asi, por nuk e kam pas hapësi me treguar. E tash e nima tek tash u lirova dhe ma shumë se e tha me shpirt. Unë e qita këtë nga zemra, të sene që i fula që i kam ful kur. Domthon këtë ma pruni rezultatën që ta tham ata që kam desht. Unë du t'jepi mesazh mirë se e di që do të kthehet e mira. Edhe e kam zemra dhe kështu që shpresoj që njerëz që ngujnë që të kthehen pak se edhe që to ata na përfundojnë. Po, patjetër. Në rast se i merr njerëz për akulla dhe i pyet çka kishin ndryshuar, asnjëri nuk di me t'ia përgjigje. Bon i bindën, dili merri 20 vet, për vendën ndryshe ty, okej, po ta kishe mundësin çka kishin ndryshuar, ko me thonë fillimisht. Pse mungojnë këto fjalë që ti nin dikur çfarë folëm na. Është vetëm një pjesë e vogël se çfarë duhet hale. Dhe më thonë, në këtë punë që jetë e bo, bravo, që unë përgëzoj sinqerisht se vazhdo kështu se njerëz kanë nevojë. Të falenderoj nga zemra, vëlla. Edhe të falenderoj shumë faleminderit. Të lumë që erdhe, të falenderoj edhe mikun ton për bashkët Sokolin që na njoftojmë me njëri tjetrin. Kol, të përshëndesim, vëlla. Kol. Ishte kënaqësi. Miq të mirë, edhe për mua kënaqësi. Miq të mirë, në Tru Podcast ne nuk flasim sa do ta shesim arin, si fiton, sa ato janë punë personale, çfarë do lloj njeriu të buxheti vet. Neve na intereson me marr diçka të mirë që ta përdorim në jetën tonë për të ndërtuar një mentalitet jo sklavi, për mos të vajtur 8-4 në punë, të kemi një lloj dupliciteti që nga njëra anë urrejmë shefin e shajmë me libër shtëpie dhe nga ana tjetër kur na thret në zyrë i puthim dorën. Po marrim njerëz suksesshëm që nuk kanë pasur suport as nga baba, as nga nona, veç se kanë pas Zotin dhe të mirën shpirt, një vizion, një mentalitet dhe sot po çajnë kufit e botës. Një baki tjetër mund të jem dhe unë nesër, mund të jesh edhe ti, varet se çfarë beson. Bakiu na dha 2 gjëra,
ignorancën, mos ignoro as dhe një lloj personi, dhe atë të mbledhsin e kanaçeve atje, se mund ta nxjerrësh i mësim, e kam të vërtetuar vet në kurriz, dhe shpirtin të mendosh me shpirt dhe jo me tru, sepse truri, siç e tha Bakiu, të çon për të qindat miliardat e sekondit në Pekin, po shpirti të fut edhe në të 9 rrathët e ferit. Shihemi në episodin tjetër Tru Podcastit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it dhe të ndiqni në rrjetet online, në Instagram dhe TikTok, boss.b, Baki Baliu. Ju dua shumë dhe Zoti na ndriçoft gjithëve. Natën. Miq, ky është një komunikim cilin duhet ta kishim bërë shumë më përpara, si unë si Bleda, po jemi Por, gashi vetëm an kafit. Eka, se kam shumë punë. e marrë vetëm me këto krijimet digjitale, skenike, jo po digital marketing, e më thet tash. Tani, po ju dal vetë me zë dhe me figurë, për t'ju ofruar një paket shërbimesh. Në Tru Podcast janë të mirëpritur të gjithë njerëzit të cilën duan të promovojnë veten e tyre, idetë e tyre dhe shumë çka tjetër që ka të bëjë me ta dhe me trurin e çdo kujt. Jo më kot quhet Tru Podcast, sepse nuk marrim showbiz, nuk marrim pisliqe lart e poshtë, nuk trajtojmë tema të cilat trajtohen në mënyrë klishe në pothuajse çdo studio televizive. Neve jemi të individi, sepse siç truri është vetëm një, edhe individi është një. Pra, çdo kush që dëshiron të promovoj veten e vet, ta reklamoj mendimin e tij, pikpamjen e tij mbi jetën, apo të bëjë një debat konstruktiv me mua në këtë podcast, mjafton që të na komunikoni në 69 80 55 554, ku do faturoheni për një orë. Faturimi është për një orë, por debati apo dialogu apo biseda mund të zgjaset e 2 orë. Juve paguani vetëm 1. Tjetër, ka biznes, juve shikoni që është Red and Black Motors, Stormont Law, Dino Auto, Stacioni Libraris, Eden Dekori, Stax Consulting. Këto janë bizneset cilët neve na kanë thirrur pasi kanë dëgjuar thirrjet tona për marketing. Një tjetër mund të jesh edhe ti që po e ndjek tani. Pse është marketingu jon cilësor? Ajo çfarë na diferencon neve është një, autenticiteti, pra këtu bëhet marketing autentik, pra thënë troç, shkurt, qartë, pastër, shqip, bio dhe puro, dhe nga ana tjetër, marketingu jon është një marketing i cili mbetet gjatë në kohë. Pra në momentin që ti futesh në një prej episodeve të Tru Podcastit, ti do ngelesh aty dhe e ke riçen e shikueshmërisë sa herë të hapet ajo video. Dhe mbesoni, nuk kemi vajtur kot afërsisht 1.300.000 shikime vetëm në YouTube. Kam mbi 700.000 shikime vetëm këtë muaj në Instagram dhe TikToku po merr një rritje të tmerrshme, një rritje monstruoze. Gjithashtu, edhe riçi jon në Facebook po rritet dita ditës. Pra, në qoftë se vini këtu tek neve, keni shpërndarje, jo vetëm në YouTube, jo vetëm live, sepse bëjmë 3 rubrika live, jo vetëm në Instagram, por në çfarë do lloj rrjeti social të mundshëm. Shumë shpejt kemi për të ardhur me Spotify-n, i cili është hapur, dhe me Twitch-in. Është marketing autentik, nuk paguan për minutazh, por paguan për muaj. Mos harroni, këtu blihet cilësia. Shumë kush e mund të mendojë dhe të vetë ofrohet, o gaç, pse nuk më merr në podcast? Në radhë parë, këtu është i bord i cili ndan mendimet për të vendosur cili do merret e cili jo, sepse nuk mund ta bjeri dot podcastin në nivel, dhe e dyta, në qoftë se ti do të flasësh dhe ke lek për të paguar, por nuk ke kapacitet, neve refuzojmë parat. Paraja është mjet suplementar për të rritur podcastin. Nuk jemi KÇK, nuk jemi kapçat kapësh, dhe aq më tepër nuk jemi për gjëra falas, sepse siç e themi këtu në Tru Podcast, në rubrikën Double G me avokatin Goxhaj,
E vetmja gjë që është falas është djathi në qarkun e miut. Pra, na kontaktoni në 069 80 55 554 ose info@truppodcast.media për të lënë rezervimin tuaj, për të reklamuar biznesin tuaj apo për të promovuar veten në një bisedë këndshme, qoftë për kujtim, qoftë për të rritur emrin e vetes, qoftë edhe për me u ngrit si imazh publik, sepse ju vedini, këtu kanë ardhur njerëz dhe janë bërë të njohur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe kanë dalë të super kënaqur. Këtu kanë ardhur njerëz dhe nuk ka thënë njëri përpos që energjia në këtë podcast është super e mirë. Dhe kemi prova. Kemi shumë prova për këtë. Na zgjidhin neve, sepse në qoftë se bota nuk e do deluzive, po e do reale, Trup Podcast është vendi i realitetit, ku gjërat thuhen trosh, puro, bio dhe me originalitet. Ju dua shumë dhe ju presim në Trup Podcast, unë dhe familja ime e Trup Podcastit. Në Trup Podcast kemi hapur një merchandise, një dyqan të vogël online, që është pjesë e Trup Podcastit. Quhet Trup Podcast Shop. Do ta shikoni me këtë logon e bukur që e ka punu Bleta, dhe kjo bluza që është e veshur nga unë, është e gjitha e pikturuar me dorë nga artistja jon Remina. Na kanë ardhur disa porosi nga shqipet e diasporës, për hudi, për bluza, për xhaketa, por edhe për këmisha. Ja ku është një këmish e pikturuar me dorë nga Remina në Trup Podcast, dhurat për mua, këmisha, por edhe kjo është dhurat për Trup Podcastin, që ta shikoni më mirë. Ja ku është simbolet e trurit këtu, dhe Trup Podcast këtu. Dërgo dizajnin tënd të punuar me ChatGPT ose jo, pikturën tënde, iden tënde, dhe neve kemi për detyrë t'ja u hedhim me bojë të zezë mbi të bardhë mbi të zezë, ose në kombinim të ngjyrave. Na dërgo tek numri 069 80 55554 në WhatsApp dizajnin tënd. Ne do ju tregojmë çmimet që bëm për bluzën, për hudin apo për xhaketën dhe këmishën. Janë të gjitha punime autentike me dorë, dhe sikur të dy juve persona të dërgoni të njëjtën grafik apo të njëjtin imazh, nuk mund të bëhen dot dy një lloj, sepse është handmade, është autentike. Punohet me bojra, punohet me airbrush, punohet me penel. Dhe gjithashtu, juve që nuk dini të dërgoni në WhatsApp, kemi edhe emailin ton zyrtar për të ruajtur cilësinë akoma dhe më të mirë të fotos apo të imazhit apo grafikës juve do dërgoni. info@truppodcast.media është emaili. Na dërgoni, sepse janë gjëra që do ngelen kujtim. Të gjithë juve fansat e Trup Podcastit duhet ta keni një bluzë të tillë. Ju përshëndesim dhe ju presim në 069 80 55 554. Na dërgoni dhe neve ja dërgojmë me post kudo që jeni juve. Ju përshëndesim dhe bëj telefonatën tënde, porosit një bluze apo hudi nga Trup Podcasti.